Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku dhe ditën e sotme do të flasim pikërisht për ngjarjen e rëndë të Fierit, ku një 17 vjeçare është marrë, është privuar liria e saj, është dhunuar, është filmuar, është shantazhuar, është bullizuar dhe më pas janë hedhur gjithçka në kohë reale në rrjetet sociale. Megjithatë, gjykata e Fierit ka lënë masën e sigurisë burg pa afat për 19 vjeçaren, për 2 15 vjeçare të tjera, njëra detyrim për tu mjekuar fillimisht në spitalin psikiatrik dhe më pas një tjetër 15 vjeçare me arrest shtëpie. Ndërkohë që kemi dëgjuar ditë më parë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur nënën, por edhe ekskluzivisht babajnë edhe tezen e 17 vjeçares të japin versionin e tyre, ndërkohë që një 15 vjeçare e cila pasi ka dhunuar bashkëmoshataren e saj, ka vajtur në shtëpi dhe ka dhunuar nënën, ku babaj në muajin nëntor, sipas edhe avokatit mbrojtës, i ka kërkuar llogari sepse kishte parë kohët e fundit së bashku me nënën sjellje të çuditshme të vajzës së tyre, madje kanë kërkuar kudo ndihmë nëpër institucionet në qytetin e Fierit, jo vetëm që nuk i është dhënë ndihma, por përpara gjykatës nëna e 15 vjeçares ka deklaruar dhe atë çfarë i është thënë në shkollën e vajzës, psikologja që qeshte, por ndërkohë edhe drejtoria e shkollës i ka thënë merreni vajzën dhe zhdukeni nga shkolla. Këto janë fjalët që kanë tronditur të nënës, e cila pas pak do t'jetë me ne se si është dhunuar kjo e fundit, kush kanë qenë situatat e vështira. Fillimisht ndiqni materialin e përgatitur nga krye redaktoria e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj. Rikthehemi me rrëfimin e nënës së njërës prej 15 vjeçareve, ajo që ka dhunuar këtë të fundit, por dhe bashkëmoshataren, dhe që gjykata e Fierit i ka lënë masën mjekim të detyrueshëm në spitalin psikiatrik. Një ngjarje e rëndë që tronditi mbar opinionin publiku, 3 vajza të reja përballen me drejtsinë pasi akuzohen se e kanë rrëmbyer, dhunuar dhe filmuar një 17 vjeçare në Fier. Në gjykatë u zhvillua seanca për caktimin e masave të sigurisë, ndërsa prokuroria ngriti akuzën e rëndë e heqjes së palishme të lirisë kryer në bashkëpunim, por përtej dosjes penale dalin në pa histori të tjera që ngrën shumë pikpyetje. Nëna një prej vajzave të mitura, për të cilën është kërkuar shtrimi i përkohshëm në një institucion psikiatrik, rrëfen se familja e saj nuk ka pasur asnjë lidhje me familjen e 17 vjeçare së dhunuar dhe se nuk njinte as shokjet me të cilat vajza e saj kalonte kohën. Ajo tregon se prej më shumë se një viti kishin kërkuar ndihmë në polici dhe në shkollë, pasi e bija shfaqte probleme të vazhdueshme në sjellje dhe gjendjen emocionale. Sipas saj, institucionet arsimore nuk reaguan në kohë, ndërsa psikologja dhe drejtuesit e shkollës nuk i ofruan mbështetjen që familja kërkonte. Sot ajo kërkon vetëm një gjë, që vajza e saj të marrë trajtimin e duhur mjekësor dhe të informohet për gjendjen e saj shëndetësore, por nga ana tjetër, 17 vjeçaria e dhunuar mbetet viktima e një akti të rëndëdhune që ka ngritur shqetësime të mëdha për sigurinë e të rinjve, rolin e familjes, të shkollës dhe të institucioneve në parandalimin e rasteve të tilla. Rikthehemi në transmetim të drejt për ta diskutuar atë çfarë do rrëfejnë nëna e njërës prej vajzave dhunuese. Me mua në studio Sara Demrozi, avokatja jonë. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Ju vini nga zyra e avokatëve antikorrupsion dhe detektive privat, me në krye avokatin zotin Due Pietra, që është njëkohësisht edhe themeluesi i gjykatës së arbitrazhit. Do të flasim pas pak, Sara, së bashku çfarë po ndodh me fenomenin e dhunës tek adoleshentët, por fillimisht lidhe me Fierin, aty ku ndodhet nëna e 15 vjeçare. Zonjë, përshëndetje. Përshëndetje. Në radhë të parë të falenderoj që ke pranuar ftesën e emisionit Me Zemër të Hapur. Ti jemi këtu pasi gjykata ka lënë mjekim të përkohshëm, të detyrueshëm në spitalin psikiatrik për vajzën tënde. Si është gjendja e vajzës tënde? Është nga që mirë, shumë mirë fare. Kur ke folur për herë të fundit? Tani kam një gjyqësore. Çfarë të tha vajza? Hajde mami, merë, se më lekë tonë, pas kam që mami prokurim. Pra kërkoj ndihmën tuaj, të shkoni dhe ta merrni. Po. Ndërkohë keni pasur mundësi të flisni me mjekët? Kemi pasur, po. Si është gjendja e vajzës? Çfarë thonë mjekët për të?
E rënduar, është shumë e rënduar. Shumë e rënduar. A shpenduar ajo në një moment çfarë i kanë bërë 17 vjeçares? Se di, nuk e di as betë, s'kam folë shumë, flasë në telefon. Ju si e mësua të ngjarjen, zonjë? Ne mësuam ngjarjen, vajtëm polici, na thirrën policia, vajtëm atje, ishin gocat atje, vanë deklarimin, ka që nuk bie asnjë gjë më shumë. Pra, ju nuk keni parë pamjet filmike, apo jo? Jo, asnjë gjë. Atëherë, do doja të dija pak, policia kur ju ka thirrur, e mbani mend? Policia na ka thirrur me datë 9. 9 qershor. 9 qershor. Pra, ju me 9 qershor keni shkuar në polici. Çfarë mësove ti si prind aty me datën 9 qershor? Me thanë, ka godit ka gocën edhe zdia si gjë tjetër. Po mirë, si ka mundësi, ngjarja ka ndodhur me datën 8 qershor, ju jeni thirrur, besoj bashkë edhe me bashortin, apo jo? Jo, bashorti jo. Bashorti jo. Ti si nën me 9 qershor, si ka mundësi nga 9 qershori dhe deri në këto momente që gjykata vendosi edhe shtrimin në spitalin psikiatrik për vajzën tënde, policia nuk ka bërë asgjë në lidhje me vajzën. Asnjë gjë s'ka bërë fare. As policia. Po pse? As policia, as psikologa, as kush nuk ma ka hap derën fare. Mirë, ndalojmë pak tek ngjarja e fundit dhe më pas do kthehemi edhe në një ngjarje, jo në një ngjarje, por në disa ngjarje shumë tronditse në fakt në lidhje me familjen tuaj, me bashortin tuaj. Ju keni kërkuar ndihmë tek institucionet, jeni po aq viktim sa edhe familja e 17 vjeçares, por do ndalojmë pak më vonë zonjë edhe tek problemet tuaja. Gjatë kohës që ju vajtët me datën 9 qershor në polici, pate mundësi të flisje me vajzën, çfarë tha ajo në lidhje me ngjarjen? Jo, nuk më ka thënë asnjë gjë. Nuk të ka thënë asgjë në lidhje me ngjarjen? Asnjë gjë s'm ka thënë. A vinte në shtëpi vajza këto kohë që ndodhi ngjarja? Jo, s'kishte frikë fare, dilte prap, nuk kishte frikë fare. Nuk ishte frikë fare, dilte. Po, prej sa kohësh vajza juaj në fakt vuan nga probleme emocionale, psikologjike, të shëndetit mendor, sa kohë ka? Kur e keni vënë re ju? Ne kemi tha që në ndorë që në ndorë e këptum nëse nuk ishte mirë, po nuk ishim gjendje ekonomike, edhe e qoj vajta në policion, e dënësova, edhe e qumë për psikiatri. E quat në muaj nëntor në psikiatri? Jo, nuk e quat. E kërku gjykat, e kemi kërku disa herë gjykat, nuk na ka zgjidhur. Po kur i kërkoni shtrimin në spitalin psikiatrik gjykatës, çfarë bënte vajza juaj nga muaji nëntor dhe deri në këto momente që flasim në shtëpi? Me sa di dhe informacionet që kanë dalë, është që ajo ju ka dhunuar edhe ju, apo jo? Po juve për çfarë ju dhunonte? Po i thosha mos mami, mos dil me korri, me ka shumë. Ato shoqet e tjera që dhunonin 17 vjeçaren e njihni zonjë? Jo, nuk i njoh fare. Nuk i njoh. Kam ditën polici, nuk i njoh fare. Shiko, në muaj nëntor nis kalvari gjatë edhe një problematike dhe shumë problematikave në familjen tuaj. Në muaj nëntor, ju dhe bashorti juaj keni kërkuar llogari për shkak të ndryshimit të sjelljes që ajo kishte. Kur kthehej në shtëpi ajo, në çfarë ore? Po kthem të 12:30, 2:30 natës. Po ku shkonte? E pyesnit ju? Dë dal me shoqet. Po nuk ja njihit ju shoqërinë? Jo, nuk ja njihim. Ju përpara gjykatës Fierit teksa është dhënë edhe masa sigurisë, keni dhënë një deklaratë shumë të fortë në lidhje me shkollën e vajzës. Keni shkuar në shkollë dhe çfarë ju kanë thënë? Kemi shkuar në shkollë, vajtëm në shkollë, edhe bashortin tim edhe gocën dhe mua na nxorën jashtë. Me kë patët takim ju atë ditë që ju nxorën jashtë? Drejtoresha e shkollës. Drejtoresha e shkollës. Në shkollë ishte problematike vajza? Të di se çfarë sjellësh ka bëu atje, nuk e di, nuk ka qenë aq problematike sa e bëhen ata, nuk ishte aq problematike shkollë.
Pra, nuk ishte problematike sepse shkolla nuk ju kishte vënë në dieni për problemet që vajza kishte brenda shkollës, apo jo? Ishit ju që shkuat tek shkolla? Po ishim nase bullizonin shumë dhe ne vendosëm për ta nxjerrë për këtë shkolla. Pra, vajza bullizohen në shkollë, ja u kishte thënë vetë vajza ju këtë gjë? Po, me thoshtë disa herë, jo se bullizon kur thoshin ata. Çfarë tregonte vajza? Çfarë i ndodhte brenda në shkollë? Nuk e di, se më ka thënë gjë tjetër ka di gjë më shumë. Pra, vajza gjithmonë ankohej se bullizohej në shkollë. Ju shkuat dhe drejtoresha me psikologen, çfarë ju thanë? Vajtëm në ke drejtoresha në nxorri jashtë. Çfarë ju tha, konkretisht? Si mund të nxirret jashtë një prind që vjen i shqetësuar në lidhje me vajzën? Zhduku jashtë i tha gotës, pastaj dhe mua dhe bashkëshortit. Zhduku një jashtë? Po. Gjuhë e pa precedent të përdoret në zyrat, sidomos të një shkolle, një institucion edukimi, por me drejtoreshën kush ishte brenda në zyrën e saj? Kishte njëri. Nuk ishte njëri, po me psikologen e shkollës, patët mundësi të flisnit? Me psikologen e shkollës nuk pata mundësi, po qeshta ja. Kur në shite ne gjithë qeshte. Pra, kur ju shinte në shkollë, psikologja e shkollës qeshte me ju, po pse? Po. Çfarë kishit ju për qeshur? Nuk e di, ne. E qartë. Mirë, ju si prindër, mbas këtij shqetësimit, ku keni shkuar dhe ku jeni drejtuar tjetër në qytetin e Fierit? Në polici, në bashki, ka s'keme vajtë. Në polici, çfarë ju thoni në lidhje me vajzën? është merrni me të mirë, është mirë. Merreni me të mirë dhe është fëmijë. Po. E kuptuam, po në bashki, ku jeni drejtuar? Keme shku në bashki, më del goca, orar për orar. Po leje goca, ndali goca, vjeri kur doj. Do me thëmë, 15 vjeqe, jeni drejtuar shërbimit social dhe agjensisë për mbrojtjen e fëmijëve në bashkinë e Fierit dhe lëre vajzën të dali dhe të kthehet kur të doj? Kjo ishte përgjigja? Po, kam shku disa herë dhe kështu më kam thënë. Po kjo është skandaloze. Disa herë kam shkur e kështu më kam thënë. Zonjë, mund të më thoni pak, kur e keni kuptuar ju që vajza mund të jetë edhe përdoruese lëndëve narkotike? Atë nuk e përcaktoj dot se kam parë. Nuk e ke parë. A keni ju dyshime? A keni dyshime për këtë gjë? Po dyshime çfarë të ndodh, po unë nuk kam parë. Nuk kam parë gjë, se shtëpi nuk ka përdor gjë. Se unë nuk kam kushte të japi lek, nuk kam kushte. E kuptoj. Mirë, do flasim pak më vonë në lidhje edhe me skandalin që flitet për këto të miturat, që pas këtyre të miturave, përveç vajzës 18 vjeqe, janë edhe disa djemë të cilët organizonin futje në kurth të burrave të moshuar në për hotele, i filmonin, i shantazhonin, por unë nuk e di në qoftë se ju si nën e kishit kuptuar këtë gjë apo jo, a është e vërtet apo jo, çfarë ju ka treguar vajza? Nuk pranon të goca si gjë, si folja, mos mami, si e gabim, mos mami. Gabim për çfarë? Nuk pranon të për çfarë? Ma thuaj pak. Jo, i thosha je gabim mami, mos dit natës, si e gabim. Dil 1 orë, 2 orë ditën, jo se kam parë për asnjë gjë keqe. Por veprimet e saj në muaj nëntor erdhën në mënyrë të menjëhershme, apo ajo kishte shfaqur në mënyrë graduale disa shenja të shëndetit mendor? Kishte shfaq shumë shenja të dhunshme, na dhunonte mu bashkëshortin. Edhe burrin tuaj e ka dhunuar? Po. Po mirë, policia e Fierit nuk merrte parasysh dhunën që ju kemi një problem sa duket teknik, derisa të rivendoset edhe kjo lidhje e drejt për drejt me nënën e njërës prej vajzave 15 vjeçare, një shqetësim dhe një rrëfim uluritës duhet thënë. Për mendimin tim, Sara, me sa duket 15 vjeçarja është
po kaq viktim sa edhe vajza 17 vjeçare, një vajzë e cila ka dhunuar prindër të cilët kanë kërkuar ndihmën e gjithë institucioneve, një sjellje skandaloze e drejtoreshës së shkollës ku ka studiuar 15 vjeçaria, por edhe një sjellje e paprecedente shërbimit social e punojësve social në Bashkinë e Fierit, ku kanë shkuar disa herë, 2 prindër të dhunuar nga një 15 vjeçare. Gjithsesi, e kam apo jo zonjën, më njofton regjia në këto momente, më duhet të lidhem me një herë. Zoj, më dëgjon? Presim pak qaste. Regjia, e kam një njoftim nga ana juaj. Alo, më dëgjon? Po. Atëherë, edhe një herë, ju edhe bashorti juaj jeni të dhunuar, apo jo? Keni vajtur si viktima e dhunës së vajzës tuaj në policinë e Fierit. Çfarë ju kanë thënë aty kur ju kanë parë të dhunuar? Sa ka thënë, asë gjë, o fëmija jo, nuk e arrestojnë dot, o fëmijë. Po nuk flitet për fjala për arrestim, sepse arrestin nuk e ka në dorë policia, e ka gjykata, thuaj policisë së Fierit, dhe atyre punonjësve që kanë bërë këtë sjellje, por 2 prindër, një baba dhe një nënë, të cilët janë dhunuar nga vajza e tyre dhe ato nuk marrin masa, tani edhe kjo mund të thirrej shumë mirë urgjenca kombëtare, mund të thirreshin bluzat e bardha, mund ta merrnin vajzën, ta thrisnin në polici dhe nga aty të shoqërohen në spital dhe të jepen ndihma e parë. Po. Mirë, pas dhunimit, a e ke parë videon që kanë dhunuar 17 vjeçaren zonjë? Si? Videon ku është dhunuar vajza 17 vjeçare, a e ke parë? E kam parë. Çfarë ke ndjerë në momentin që ke parë? Po normal se keqe kam ndjerë se kam fëmijë dhe vetë. Ja, kam fëmijë dhe vetë, si kur të ma bëshin mua, ashtu të ndodhja dhe unë. Ke mundur të flasësh me vajzën pasi e pe këtë video që pse duhet ta dhunonin shoqen e tyre ashtu? Goca nuk i di gjitha, se nga që ka qenë spital nuk i di gjitha, so nuk i ka parë. Nuk i ka parë të gjitha. Po shkakun që e kanë dhunuar vajzën, ta kanë treguar? Shkakun që kanë treguar gjykatë, nuk di gjë asnjë gjë më shumë. E kuptoj. Ndërkohë, i keni kërkuar falje familjes së 17 vjeçares? Po, normal që kam kërku falë. I ke kërkuar. Mirë, unë do doja në fakt në fund të bisedës tonë edhe ditën e sotme t'i thoni 2 fjalë familjes së vajzës 17 vjeçare, por do doja fillimisht dalim në një hapësirë të parë publicitare, do rikthehemi ju zonjë, sepse do të flasim pak edhe për atë çfarë ka ndodhur me bashkëshortin tuaj në vend të ishte policia që të merrte masa për 2 prindër të dhunuar. Bashkëshorti juaj është denoncuar në polici nga vajza, por denoncimi vajzës është marrë parasysh, edhe kjo është shumë absurde në çfarë formë e ka marrë policia e Fierit, ka dënuar fillimisht arrest me burg bashkëshortin tuaj dhe në prill të këtij viti ai ka dalë me detyrim paraqitje. Publiciteti i parë, mos u largozojnë, do rikthehemi pas pak tek ty. Në bas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, po flasim gjithmonë për ngjarjen e Fierit, nëna e një 15 vjeçare ku gjykata e Fierit vetëm ditën e djeshme ka dhënë masë për mjekim të detyrueshëm të përkohshëm në spitalin psikiatrik për 15 vjeçaren, një kërkesë që prindrit e 15 vjeçares, të cilët janë të 2 të dhunuar si babai edhe nëna, ka qenë një kërkesë ndaj të gjitha institucioneve që në muaj nëntor të vitit të kaluar. Zonjë, më dëgjon? Atëherë, do doja të dija, vajza vajti në polici dhe denoncoi bashkëshortin tuaj për çfarë? Çfarë ka ndodhur? E denoncoi për dhunë familje. Po ai si kishte diskutuar vetë për shkollën, shkollë, asnjë gjë më shumë. Po mbi ç'prova dhe fakte policia, por edhe më pas gjykata ka vendosur arrestin me burg për bashkëshortin tuaj? Ku ishin këto prova që gjykata përveç dëshmisë së vajzës? Se kur shkonit ju, ato ju thonin është minorene. Kur vajti vajza, e cila edhe i ka gënjur, ato morën masa ndaj bashkëshortit tënd. Si ka mundësi kjo gjë?
Nuk e di as vetë. Po kush ishin provat që vajza kishte çuar në denoncimin për bashortin tuaj? Po vetë ka fliptun burri me gotën se vetë shkollë, s'kon shkolli, sa. Nuk shkonte? Nuk shkonte në shkollë vajza, apo jo? Shkonte, jo. Sa mungesa kishte bërë, se drejtoresha në vend ju jepte këto informacione dil për jashta vajzës, dil për jashta prindërve të vajzës, kur vajza ka pretenduar që është dënuar brenda në shkollë. Nuk e di në të drejtën sa mungesa, ai ka vënë mungesa, si ka vënë. Në çfarë klase duhet të ishte vajza jote? Vajza po të ishte në klasën e. Në klasën e 9. Klasën e 9 e ka humbur? Po, e ka humbur. Nuk ka vajtur asnjë ditë në shkollë? Vajti disa ditë dhe pastaj vajtën atjena Po? edhe qumë mi shkollë tjetër, aja nuk donte, si që keni gjuhë dhe. Po. Po si ka mundësi? Shkolla nuk u interesua që kjo vajzë duhet mbaron të arsimin e detyrueshëm, klasën e 9 dhe nuk po paraqitet shkollë. Në vend vinte të shkolla tek ju, keni shkuar ju tek shkolla. Si ka mundësi e gjithë kjo gjë? Po, vajtën ne atje të shkolla, sa po nuk erdi gota në shkollë, sa do arrestim sa juve, sa. Do arrestim sa o ty, sa o bashkëshortin. Kjo ishte zgjidhja e këtyre Po, institucioneve? kja ishte zgjidhja gjithë punë. Po do si të veshin, o ty o bashkëshortin. Gjithmonë me presion e institucionet, do t'ju arrestojnë. Po. Ndërkohë që ju nuk arrini ta bindni dot vajzën për shkak të problemeve që ajo kishte. Po, nuk e bishim dot. E qartë. Mirë, zonjë, edhe sa fëmijë të tjerë përveç vajzës 15 vjeçare keni ju? Kam një djalë. Ke edhe një djalë tjetër. Vetëm bashorti punon? Vetë bashorti se kam çun e vogël. E ke djalin e vogël, vetëm bashorti. Arriti ta humbte punën ai ndërkohë që ishte në masën e sigurisë arrest në burg? Arriti ta humbi punën, çuni donë të çun kopës, se e kam kopës, donë të marrë, unë s'punoja dot. E qartë. Mirë, ndërkohë që situata e dhunës me 17 vjeçaren ka zbuluar edhe aktivitetin e këtyre vajzave. E beson ti që këto vajza ishin një grup i strukturuar që shantazhonin burrat moshuar, madje edhe uniformat blu, një polic të cilin e kanë shantazhuar dhe i kanë marrë para, i çonin në për hotele, i filmonin dhe përkundrejt këtyre filmimeve që i tregonin më pas, përfitonin para. Nuk e di. A e beson do ti si nën, ke vënë re diçka të tillë tek vajza jote? Lek nuk i kam parë për dur asnjëherë, asnjë moment s'ka pas lek. Mund të jetë keq përdorur nga persona të tjerë vajza jote? Nuk e di tani, aja këtu e nxirë, këtu të kardha tjerë. Po ndërkohë, keni dyshime që ajo është konsumuese e lëndëve narkotike? Atës të them dot, ose merren analizat, atës të them dot se nuk e thua dot. Sjellja ka të bëjë pikërisht me konsumimin e këtyre lëndëve agresive saj, apo ju mendoni vërtet se ajo mund të ketë probleme të shëndetit mendor? Ti si nën? Unë them me ndetit shëndor, se kështu nuk e di tani thash, nuk e përcaktoj dot se jam se përcaktoni dot. Jo, ke edhe një ndjesi nëne, dua të them. Çfarë beson ti nga gjithë këto gjëra që janë thënë kohët e fundit, ditët e fundit, javët e fundit? Se di, nuk di çfarë them. E kuptoj. Megjithatë, bashorti juaj në muajin prill u la detyrim me paraqitje. Apo jo? Po. Kur i rikthye bashorti në shtëpi dhe u përball me vajzën e cila sipas jush ka gënjur për dhunën që babai ka shkaktuar ndaj saj, çfarë i thanë njëri tjetrit? A u pendua vajza për arrestimin e babait fillimisht? Fare, nuk u pendua. Po kur erdhi burri në shtëpi? Po burri kur i gota në Tiranë, se nuk e pranonte, thoshte po erdhi babi në shtëpi dhe iki unë. Po ku ka qëndruar nga muaji prill deri tani burri juaj? E qartë. E kuptoj gjithë situatën e rëndë, megjithatë ne jemi në fund të bisedës, unë të falenderoj, por çfarë do t'i thojë familjes së 17 vjeçares? Kërkoj shumë falë.
100 herë falje dhe gotën, se kam fëmijë dhe vetë. I kërke ndjes, shumë ndjes, i kërke se është klije, pare punit i kë jam në vetë. E qartë. Po në lidhje me vajzën tënde, çfarë do t'i kërkohet gjithë institucioneve, shtetit, gjithë atyri që po na ndjekin transmetim të drejtë për drejtë? Për vajzën du shërim plot, shërim plot du të bërë. Do një shërim të plot për vajzën. Unë të falenderoj zonjë që të kisha në këtë transmetim të drejtë për drejtë, falenderit që isha me mua, me këtë intervistë të gjatë, të falenderoj dhe të përshëndes, për çfarë do lloji nevoje, numrin tim të telefonit e ke, mund të vëmë në dispozicion gjithçka që kemi mundësi. Falemderit edhe njërë të përshëndes nga Tirana, falemderit. Sara, ishte shumë e dhimbshme të dëgjoje një nën që fundit vajzë e saj 15 vjeçare prindër të cilët kanë kërkuar të drejtën e tyre nëpër institucione. Pavarësisht se këto të fundit kanë refuzuar për t'ia dhënë, duke filluar policia, pashkia, shkolla, dhe sjellja e tyre ishte një çfondurim më vete. Po, pikërisht pas rrëfimit të nënës do të pyesim kur vetë shkolla, njësia për mbrojtjen e fëmijës, bashkia, policia, nuk e kanë marrë seriozisht shqetësimet e prindërve, atëherë duhet pyesim lind pyetja natyrshëm, a funksionon vërtet ligji për mbrojtjen e fëmijëve në Shqipëri apo jo, duhet të bëhen ndryshime institucionale, a duhet të bëhen verifikime kundrejt këtyre institucioneve që nuk kanë marrë seriozisht shqetësimet e prindërve, sepse në qoftë se një fëmijë shfaq një sjellje problematike, si që është ky rasti konkret, dhe institucionet që kanë përgjegjësi të ndihmojnë në rritjen e fëmijës, në edukimin e tyre, në adresimin e tyre, nuk ndihmojnë, nuk marrin seriozisht situatën, atëherë vërtet duhet të bëhen verifikimet institucionale përkatëse për sa i përket këtij rastit, dhe jo vetëm këtij rasti, por të gjitha rasteve, sepse këtu synimi është parandalimi, pra në qoftë se ne do parandaloheshim të gjithë situatën, të gjithë sjelljen problematike të kësaj 15 vjeçarje, atëherë mund të ishte rehabilituar më herët, sepse këtu kemi të bëjmë tani me një shoqëri të sëmurë. Janë 3 vajza, 2 15 vjeçare, 1 19 vjeçare me sjellje shumë problematike. Me sjellje shumë problematike, jo vetëm për rastin e 17 vjeçares i cili ka qenë rasti që shpërtheu në përlajme, ku dhuna ka qenë brutale, dhe jo vetëm që ka qenë brutale, po unë kam parë vetë pamjen filmike dhe kam vëzhguar që kur 2 vajzat po rrihnin njërën, tjetra po filmonte edhe po qeshte. Kjo është shumë shqetësuese. Dhe një tjetër që ishte online, po, sepse kjo tregon një desensibilizim kundrejt dhunës që është bërë, pra kur dhuna bëhet spektakël, atëherë kjo shkon përtej një zënke me disë adoleshenteve. Pra, adoleshentet këtu kanë hyrë në botën kriminale. Këtu nuk është sjellje normale, këtë hënë në borderline psikopati, këto desensibilizimi, kjo shoqëri, pra ndaj unë desha me i pyet nënën, po nuk e ndërpreva më kur foli, kur ka filluar vajza të shfaqe këtë lloj sjellje. Është informacion që mund ta marrim nga nëna. Gjithsesi unë po vazhdoj me analizën time dhe vërtet unë shoh një vajzë problematike. Jo vetëm këtë, po shoh gjën kryesore dhe më alarmante, mungesën e empatisë kundrejt prindërve, kundrejt shoqërisë, kundrejt vajzës që kanë dhunuar, kundrejt ato personave që sipas informacioneve kanë shantazhuar me video, me foto e të tjerë. Pra, kjo mungesë empatie. Do hetohet edhe ajo piste e shantazheve që i kanë bërë burrave në moshë. Sepse është akoma në fazat e hetimit, besoj. Por ajo çfarë duhet të prekim është mos interesimi i institucioneve kur këto prindër i kishin të pamundur përballë një sjelljeje që ndoshta kishte të bënte me shëndetin mendor, ose kishte të bënte me çrregullimin e sjelljes së vajzës së tyre për shkak të konsumimit të lëndëve narkotike, që të shkosh në drejtorinë e shkollës, ku kjo e fundit nuk ka ardhur dhe ka mbritur tek ty për t'i thënë që vajza nuk paraqitet në shkollë, por është prindi që shkon dhe thonë dëgjoj se vajza nuk vjen në shkollë, se na ka treguar që bullizohet. Të paktën duhet kishte filluar një hetim nga ana e drejtorisë, por kur i thot vajzës zhduku
dil nga zyra dhe prindërve zhdukuni, kjo është një sjellje e pa precedent dhe jo etike. Jo etike, e papranueshme. Psikologja që qesh kur shikon të prindrit e të vajzën. Tani ne rrëfimin plotësisht nuk e kemi, ne kemi versionin e nënës, pra unë dua të theksoj thjesht këtë. Por e besoj nënën, prandaj po them, e besoj nënën për rrëfimin e saj, sepse shkolla është themelore në edukimin e fëmijës, në sjelljen e tyre, në shoqërinë e tyre, prandaj prindrit kërkojnë gjithmonë që ta çojnë fëmijën në shkollën më të mirë, ku ka fëmijët më të mirë, sepse mbase mësuesit janë të mirë, nuk janë fëmijë të tjerë, bëjnë shoqëri me njëri tjetrin, influencohen dhe ndodhin raste të tilla. Nuk është një generalizim, pra po ka ndodhur vërtet. Pra, në shumë raste kjo është influencimi midis adoleshentë. Ka shkuar edhe në polici, burrë dhe grua. Edhe nuk e kanë marrë seriozisht. Po pra. Edhe kjo është e tmerrshme. Po në bashki që i thuhet vjeni të lirë, në polici i thuhet është fëmijë, nuk kemi çfarë të bëjë dhe nuk mund ta arrestojmë. Prandaj më duket vërtet alarmante situata ku të gjithë këta institucionet pastaj duhet verifikuar. A thua se arrestimin e bën policia? Pastaj duhet verifikuar në cilën kontekst kanë vajtur, pra sepse a kanë bërë kallëzim, a kanë bërë. Po në çfarë do lloj konteksti? Dakor, po kjo është familja sot dhe këto janë prindrit sot. Jam shumë dakord te Vis, po unë duaj që të verifikohen të gjitha anët. Ke parë ndonjë zyrtar i cili është hetuar për çështje të tilla? Jo, nuk kam parë. Jo vetëm që është hetuar, por të paktën a është dënuar. Ngrej shumë pikë pyetje mbi funksionimin e ligjit për mbrojtjen e fëmijës. A funksionon vërtet institucioni jon? Pra këtu tani hyn në temën në sferën institucionale, apo funksionojnë institucionet tona kur nuk marrin seriozisht shqetësimet e prindërve, kur një fëmijë pa mungesë empatie dërgon vetë babain e vetë në burg. Sepse i kishte kërkuar llogari pse vjen kaq vonë, ku ishte pse nuk shkon. Prindri ka tentuar të korrigjojë, tashmë ishte vonë kur i kanë tentuar të korrigjojnë, po kur ka tentuar të korrigjojë një sjellje anormale tek fëmia, ka ditë të manipuloj sistemin fëmia. Pse merresh për bazë denoncimi një minoreneje, kur prindrit kanë qenë tek ty pak më parë dhe të kanë kërkuar ndihmë. Mbase ka shkuar te një oficer tjetër, Evis, nuk është duhet me pa prandaj ka lënë policia ka lënë gjurmë dëshmia e nënës dhe babait. Sa do një prindër që shkon në polici. Atëherë nuk ka funksionuar institucioni policisë? Unë këtë pikpyetje po ngrej. Pra, që dëshmitë dhe denoncimet e prindërve nuk janë marrë parasysh. Nuk e dim nëse kanë vajtur, kanë bërë kallëzim apo thjesht i kanë përsjedhur tek dera, a kanë lënë gjurmë. Këtë dua të them, sepse ndonjëherë shkojnë qytetarët të bëjnë denoncim, kallëzim edhe nuk ja marrin dot për bazë, sepse nuk i duket një shqetësim relevant. Babai dhe nëna kanë vajtur në polici dhe kanë thënë që ne kemi ardhur. Pikërisht kur ka të bësh me fëmijën e tyre, sepse kush është ai prind që vërtet do të kallëzojë fëmijën e vet, të flasim realitetin. Ato kanë dashur një ndihmë besoj nga policia për të korrigjuar këtë sjelljen, sepse nuk kanë ditë më ku të plasin kokën, me ta thënë në gjuhën popullore. Këto institucione duhet të kishin pas marrë. Po edhe bashkia që ti thon lërin i të lirë të kthehet kur të doj, nuk është kjo zgjidhja. Ka qenë një moskokçarje, në qoftë se ka ndodhur vërtet, është një moskokçarje dhe institucionet përkatëse që janë përgjigjur kështu. Është moskokçarje apo është një syqore, një veshur, siç i thot populli, ndaj këtij grupi i cili shantazhonte, duke përfshirë edhe uniformat blu. Këtë pastaj i mbetet organeve kompetente dhe verifikimeve. Sepse ka pasur denoncime nga burra në moshë, të cilët janë shantazhuar. Duhet të them që mua nuk më duken vajza të vogla, më duken vajza shumë të afta për të manipuluar sistemin edhe për të bërë atë që ato duajnë, pa pasur një fjedhimshmërie se kush dhe kë marrin në qafë. Sara, para disa kohësh kemi pasur rastin edhe 15 vjeçare dhe të tjera në qytetin e Durrësit, i njëjti sistem ishte ngritur. Po, fatkeqësisht po bëhet, nuk e di ku përhapet gjithë kjo tendencë, gjithë kjo modë. Unë disa herë edhe në këtë studio kam përmendur që rinia sot është bërë shumë problematike sepse ka marrë një kulturë të internetit që i përket një gangsterdheku shoqëror që duhet të tregohesh i fortë dhe moskokçarës dhe kundër sistemit edhe të sidhesh në mënyrë arrogante dhe problematike kundrejt të gjithëve. Unë e kam vënë re të shumë të rinj sot, jo vetëm të ky grup. Ky është grupi numër X që është bërë përsëri fakt mediatik, nuk do jetë i fundit, nuk është as i pari. Fatkeqësisht. Prandaj duaj që institucionet ta marrin seriozisht, sidomos shkollat, ambientet. Ne kemi nisur sezonin e këtij viti që po e mbyllim pikërisht me rastin e një tjetër minoreneje nga Lushnja, e cila dilte në rrjetin social TikTok paralelisht me emisionin Me zemër të hapur, vinte dhe jetonte
në Tiranë me vajza më të rritura, nuk po e them për efekt që të mos zbulohem dhe identifikojmë gjërat, rinte në një zonë të Tiranës, aty kishim bashkëpunimin edhe të djemve, që ato kishin vë në kurthin e tyre, ishin disa vajza, madje nëna dhe babaj në studio nuk arrinin ta njinin do të vajzen edhe për shkak të make-upit që ajo kishte bërë një transformim që me sa duket kërkon shumë buxhet për të marrë një shtëpi me qira, për të ngrënë, për të pirë, për të bler ato make-up. Rruga e shoqërisë së keqe. Është rruga influencimit. Dhe historia e kësaj minorine ka zgjatur deri edhe këto tre në muajin vajza. shkurt mars. Edhe këto tre vajzat janë tre. Nuk është një. Askush nuk bën gjë vetëm. Mund të bëj deri diku, po këto janë bërë mbështesin njëra tjetrën. Edhe me rastin e vajzës që them unë, ishte një grup prej tre vajzash. Prandaj po them, këtu po mbështetem që edhe ja rasti edhe një rast Durrësit, tjetër, ishte ja po edhe kështu rasti 4-5. Durrësit, ja edhe shumë raste tjera që nuk po përmenden në këto momente. Pra, bëhen grup edhe vazhdojnë në këtë praktikën që është komplet anormale. Nuk e di, është marrë një, është bërë si krenari, dhe kam vënë re që është bërë si krenari me qenë i fort, me qenë i egër. Ja, këtu do ta marrim bashkë në konsiderat, sepse nëna, ditën e sotme, tha që vajza bullizohen në shkollë. Unë nuk e besoj që vajza bullizohen, unë besoj që vajza bullizonte. Ndërsa unë them që vajza mund të jetë bullizuar dhe për t'i mbijetuar këtij bullizimi, ka sjellje të tilla për ta shprehur bullizimin që i bëja asaj duke bullizuar të tjerët. Jam shumë dakord, po shpjegojnë të paktën. Nuk e di, mbase këto besoj pastaj që do ta verifikojnë në studion e emisionin ton. Do ta shpjegojnë ato mbase edhe më qartë edhe më mirë. Në këndvështrimin tim unë shoh një vajzë që është shumë manipuluese. Është një vajzë që dita shfrytëzoi edhe një herë sistemin për të arritur qëllimin e saj, sepse kur vet ka vajtur në shkollë, edhe nën drejtoresha si reagim ka thënë nuk bullizohet vajza jote. Unë besoj se nuk është treguar. Po zhduku, nuk është fjalori nuk e di, duhet me ditë gjithë kontekstin, sepse kush e di si ka qenë fjalori i të dy palëve, sigurisht që nuk e justifikoja, po thjesht dua të kuptoj tani çfarë ka ndodhur midis të dy palëve, si është paraqitur prindi, si e ka pritur nën drejtoresha. Sigurisht në base ka alteruar situata dhe janë përgjigjur në mënyrë jo etike të dyja palët, ne këtë nuk e dim, kemi vetëm një version. Tani, jo gjithë prindrit janë etik, nuk jam duke justifikuar, po thjesht dua të them. Edukimi nuk mundet kur të përdorë një fjalor. Prandaj shkolla është shumë e rëndësishme. Tani shumë shkolla përmbajnë këtë sjellje. Nën drejtoresha që përgjigjet, nën drejtoresha dhe mësuesit që nuk pas kanë informuar prindrit që vajza nuk vjen në shkollë. Dhe kur ajo ka mbushur të gjitha mungesat e saj dhe ka parë që nuk ka një rikthim, pastaj hajde të shantazhojmë prindrit që do jeni ju, që do merren masat për mos paraqitjen e vajzës në shkollë kur prindrit kishin kërkuar një ndihmë. Prindrit kanë ardhur të kërkuar llogari. Ndërpresim fare pak edhe për veprat penale të cilat janë konsumuar dhe si përballen ju në zyrën avokatore të denoncimeve që shpeshherë prindrit bëjnë për minorenët dhe për fëmijët, vetëm pas pak më njëherë pas hapësirës së dytë publicitare. Mbas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare, jemi në pjesën e tretë për të vazhduar bashkëbisedimin me avokatin tonë, me Sara Demrozin. Sara, dua të di gjitha eksperiencat tuaja në zyrën tuaj avokatore. Kemi folur shpeshherë për detektivët privat, për prindër të cilët vinë pasi adoleshentët kanë kohët e fundit një sjellje jo vetëm problematike, jo vetëm antisociale, por është bërë, si të thuash, trend edhe largimi i tyre nga banesa. Do doja të dija sa raste të tilla keni, si zgjidhen këto raste nëpërmjet detektivëve tuaj privat, ku i gjeni dhe a janë raste të ngjashme me të gjitha rastet që ne përmendëm, rastin e Lushnjës që e kemi trajtuar në këtë studio, rasti i Durrësit, por edhe kjo i Fierit. Ka raste të ndryshme, njëri që më vjen ndërmend tani që i përket më shumë kësaj situate ka qenë rasti i dy prindërve që kanë ardhur fiks për vajzën e tyre në moshën 15-16 vjeçe, kanë qenë shumë të shqetësuar sepse ajo kishte ndryshuar komplet sjellja, ishte bërë problematike, ishte mbyllur komplet në vetvete, nuk fliste më me prindrit, me shokët e vjetër dhe nuk dini se ku dilte, se ku shkonte dhe erdhen me kërkuar detektiv. Sigurisht që me lejen e prindërve të gjitha u hetua i gjithë rasti dhe në fund u zbulua që vajza kishte dy shoqe që ishin pak më të mëdha se ajo. Kishte edhe një djalë që e kishte qef. Tani me pretekstin që ikte tek shoqet, dilte vërtet me këtë djalin, edhe pjenin hashash të dy bashkë.
në makinë, në fëmin 9 mosh. Sigurisht që u njoftuan prindërit, u zbulua pastaj që vajza në vërtet nuk është se kishte dëshirë me qenë në atë situatë, por që u ndikua nga shoqet dhe donte që ta pranoheshin ata, ai djali që kishte qef, dhe me thënë është ndikuar nga gjithë situata. Ishte në një farë mënyre e përjashtuar nga shoqëria dhe për të bërë pjesa asaj shoqëria i përshtatej sjelljeve të tyre. Po. Në rastin konkret, po. Tani, ndryshimi i sjelljes së vajzës vinte për shkak të lëndëve narkotike, sepse shëndeti mendor është një gjë tjetër, çrregullimi në sjellje është diçka tjetër. Është edhe një moshë delikate, tani sidomos konsumimi i lëndëve narkotike si tip hashashi përbën djegjen e shumë neuroneve në trurin e personit, edhe sigurisht që nuk është diçka e shëndetshme. Pra, duke vazhduar, duke djegur neurone vazhdimisht, normalisht që fëmia dhe kushdo që tjetë, sidomos në moshën delikate, kur është akoma në moshën adoleshenciale duke u zhvilluar, ka shumë ndikime negative. Besoj se në rastin, si që jemi duke trajtuar sot, ku është përfolur... Rasti që thatë ju kishte prindër të vëmendshëm, se edhe në rastin e Fierit, zonja Dukej së Bashkuar me Bashkëshortet kanë ardhur me kërkuar, më falësit nërpreva, prindrit kanë ardhur me kërkuar një shpjegim për sjelljen e çuditshme të vajzës, sepse deri në atë moment ka qenë një fëmijë i mbar që u hapte me prindrit dhe ka pas relata shumë të mira. Dëgjoj, doja në rastin konkret që ti po e përmend, falenderoj që e përmendja. Ishin prindër që kishin vënë re ndryshime në sjellje, erdhën sepse zyra juaj ka edhe psikolog, i ofruat ju detektivin privat, apo ishin ata të qartë me njëri tjetrin që duam të dim se ku shkon vajza jonë? Jo, ka qenë kjo e fundit, ata donin me ditë se ku shkon të vajza konkretisht. Sigurisht që zyra jonë është atashuar edhe me shumë psikologë dhe i kemi adresuar dhe është zgjidhur pa ndërhyrje në institucioneve. Tuaj zgjidh gjithçka, që nga çështjet ligjore, ato emocionale, psikologjike, fatmirësisht kemi lidhje me shumë zyra të tjera, si të psikologëve, si të sociologëve, si avokat të tjerë jashtë shtetit, pra një zgjidhje do ta gjejmë, mbase edhe kur detektivet patjetër, mbase nuk e bëjmë ne personalisht se nuk na përket ne ndonjë rast, por dim ku të adresojmë normalisht. E qartë. Megjithatë, edhe rasti i Fierit, prindër të cilët kishin vënë re, po edhe për shkak të pamundësive ekonomike, mbase pamundësia, mbase edhe panjohuria në këtë rast, sepse ka shumë prindër që edhe nuk din ku të shkojnë edhe çfarë të bëjnë në raste të tilla normalisht. Edhe kjo mund të jetë një informacion për të gjithë prindrit që po dëgjojnë, kur institucionet nuk marrin për bazë, janë edhe një zyrë avokatore. Zyrës avokatore po, ka edhe një institucion publik që është Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës. Pra që t'ja adresohen kësaj zyre me shqetësimet e tyre për sa i përket fëmijës së mitur, edhe në qoftë se kjo zyrë pastaj nuk do arri do të japi. Çdo bashki e ka nga një zyrë të tillë. E ka patjetër bashkia, po është edhe një institucion më vete. E di që është edhe agjencia kombëtare, por çdo bashki, çdo njësi administrative ka një zyrë të tillë ku prindrit edhe mund të drejtohen, si në rastin e nënës që deklaroi që shkuam në bashki. Edhe këtu kam frikë që pastaj bëjmë thirrje institucioneve në qoftë se vërtet kjo nën ka vajtur, ka kërkuar ndihmë dhe nuk janë përgjigjur, që të tregohen më të vëmendshëm, sepse mos të ripërsëritën raste të tilla, pra gjithë qëllimi i këtyre institucioneve nuk është vetëm rehabilitimi, por është edhe parandalimi. Çfarë mendon se mund të ndodhi me 15 vjeçaren? Mjekët sipas nënës kanë thënë që situata është shumë e rëndë, ndoshta shëndeti mendor mund të jetë bashkangjitur edhe çrregullimi të sjelljes për shkak të konsumimit të lëndëve narkotike. Vajza kishte kërkuar ndihmë ditën e sotme. Ky është një moment ekskluziv për emisionin Me Zemër të Hapur, ka kërkuar ndihmë nënës që hajde dhe më merr. Por dhe shantazhi që vajza bënte kur babai është lënë i lirë, o babai në shtëpi, edhe kjo pastaj është totalisht unë e thash që mua më duket një vajzë që fatkeqësisht ka marrë një drejtim jo të duhur. Mbase për shoqërinë që ka pasur, mbase sepse në natyrën e vetë është vetë ashtu, mbase për lëndës narkotike, për shumë arsye ndodhet në këtë situatë. Është akoma e re, është 15 vjeçe, pra nuk është komplet pa shpresë situata. Shpresoj që të rehabilitohet gjendja e saj psikoemocionale, që të arrijë të ndërtojë një nivel empatie, sepse unë shoh një vajzë që është shumë e aftë për të kuptuar situatën përreth saj, por nuk ka dhimbshuri, nuk ka empati kundrejt tjerëve.
kundrejt nënës, kundrejt babait, edhe kjo që sot ka thirrur nënën, unë nuk e interpretoj do të pse mund ta ketë thirrur, e ka thirrur vërtet se ka dashur si çdo fëmijë do nënën e vet, apo ka qenë edhe një përpjekje tjetër për të manipuluar emocionet e një nëne që gjithmonë kundrejt fëmijës do të jetë e dobët. Normalisht që kjo nuk më përket mua ta them, sepse janë psikologët, janë psikiatrët, edhe ata do të bëjnë analizat e duhura dhe do ta shikojnë gjithë rastin e kësaj vajze. Të drejta apo jo pas edhe presionit mediatike dhe publik të rastit që gjykata e Fierit dha këto masa sigurie për 18 vjeçaren arrest me burg, për një 15 vjeçare arrest shtëpie dhe shtrimin e kësaj vajze në spitalin psikiatrik. Edhe kjo është drejt apo e pa drejt për shkak të fik me dy presje. Pse? Sepse nga një anë kemi një ngritje të ndërgjegjes kombëtare për sa i përket rastit konkret. Edhe kjo është një. Por nga dyta, kemi turpërimin e viktimës 17 vjeçare, që tani është bërë, nuk ka njeri në Shqipëri që nuk njeh rastin e saj. Sigurisht që të dhunohesh nuk është turp për ty, është turpi për ata që e bëjnë. Po normalisht, si çdo femër, si çdo njeri, të dukesh dhe të shfaqen pamjet tuaja në një moment kaq vulnerabël të jetës tënde dhe kaq të ulët dhe të vazhdohet të rikujtohet mediatikisht, gjatë gjithë kohës, sigurisht që ka një impakt emocional dhe psikologjik shumë të rëndë. Pra ndaj them është fik me dy presje. Pra kemi një të mirë që është ndaluar kjo rast dhe një të keqe që fatkeqësisht kjo vajzë jo vetëm që e ka vuajtur, po e ripërjeton duke e komentuar. Atëherë, ne në emisionin e fundit kemi komunikuar edhe me psikologen e emisionit Eksena Qerici, e cila vuri re diçka në komunikatën e policisë. Pas reagimit publik, policia e Fierit, kjo ishte, do ta shfaqi edhe regjia në këto momente, tha si ka mundësi dhe nëna përforcon atë që tha. Me datën 8 qershor ka ndodhur ngjarja, me 8 qershor rreth orës 20-30 minuta, edhe sipas babait dhe nënës së 17 vjeçares dhe tezës që i kemi pasur ekskluzivisht në studion e emisionit Me zemër të hapur, ato kanë shkuar në policinë e Fierit. Dhe me datën 9 qershor deklaron nëna e vajzës 15 vjeçare, njëra prej dhunueseve, nisur nga sensibiliteti i lartë publik i krijuar pas publikimit në rrjetet sociale të videos së një ngjarje të ndodhur me datën 8/6/2026. Edhe kjo është skandaloze. Sepse duhet të reagojnë pavarësisht a është bërë Shiko, me 9 qershor zonja ka qenë në polici, po pse nuk u morën masa për këto vajza, po duhet ishte bërë ndryshimi i masës së sigurisë për to. Pse, Sara? Këtu vërtet të tregohet një... Pra, duhet ketë edhe një hetim institucional, drejtoria e shkollës. Një verifikim. Bashkia, jo verifikim. Hetimi mirëfillt. Bashkia nëpërmjet punonjësve social, por edhe ajo çfarë ka ndodhur në policinë e Nëna Fierit. sot ka bërë disa deklarata shumë të forta. Ka thënë unë kam vajtur në polici, kam vajtur në bashki, kam vajtur në shkollë, kam trokitur në derën e çdo institucioni dhe këto nuk janë përgjigjur. Madje jam shantazhuar për burgosjen time. Të gjitha këto të verifikohen dhe të hetohen në qoftë se do jetë nevoja, a janë të vërteta, në qoftë se po, atëherë kush e mban përgjegjësinë, kujt i ngelet përgjegjësia. Sigurisht që unë dua ta theksoj edhe një herë të fundit, këta vajza nuk janë vajza të... Pse u lanë të lira me 9 qershor, i thret prindin, vajzat janë në policinë e Fierit, dhe pse nuk bëhet e madhe kjo gjëja? Publikisht mediatik, thua. Jo vetëm mediatik, të ishin marrë masat që janë marrë sot. Fatkeqësisht për ato vajza. Është kjo që në rasti bëhet mediatik, atëherë do merren masa. Babai të dhunuarës tregoi që nuk u mori asnjë lloj mase derisa erdha në Tiranë dhe një miku i im e bëri kaq të madhe të është bërë një vërejtje publike, pastaj nuk e di sa e vërtet është. Është thënë që vajzat kanë shantazhuar edhe punonjës të policisë. Po. Ja pra, këtu duhet nuk e di, prandaj. Këtu nuk e dim në qoftë se është vërtet plotësisht apo jo, gjithsesi të hetohet, të verifikohet, sepse kjo mund të justifikojë dhe mund të shpjegojë pse nuk është bërë. Në hotel i burrave në mosh, edhe kjo. Kjo është skandaloze. Po pra, ku është përfshirë dhe punojësi policisë? Prandaj po them, pra, të verifikohen, sepse mbase kjo është arsyeja pse nuk është bërë publike, pse nuk është bërë e madhe, pse nuk është bërë alarmante, sepse në qoftë se kanë pas dikë nga brenda që i kanë mbrojtur, atëherë të verifikohet kush ka qenë filani.
në qoftë se është e vërtet. Gjithmonë kjo pastaj mbetet në vlerësimin e institucioneve. Unë thash, është një dëshmi ulurice ajo që të deklaroi nëna në studion e emisionit Me zemër të hapur ditën e sotme, pasi ajo tregon me detaje të gjitha institucioneve ku ka kërkuar ndihmë. E heqim ju lutem deklaratën e policisë e mjaftueshme regjia për të nxjerrë mbulime të tjera. Do doja të dija Sar nga ty kush janë veprat penale të konsumuara nga minorenet? 2 minorenet dhe një majorene mund të themi. Kemi disa vepra penale në rastin konkret, kemi heqjen e palishme të lirisë kundrejt 17 vjeçares, kemi një plagosje të lehtë me dashje, kemi kanosjen, kemi... Vajza ishte në fakt, sipas dëshmisë së babait në studion e emisionit tonë, në emisionin e kaluar, vajza ka pasur sy të nxirr, vesh të qarë, flokë të shkullura dhe të mbetura bosh në disa vende. Vajza ka shkuar, ka marrë serum vetë, dhe ndërkohë spitali nuk e ka vënë re, pra kur vajza thot nuk ndihem mirë, një vizitë minimale duhet ishte bërë kësaj vajze për të identifikuar se çfarë ka ndodhur me vajzën dhe çfarë serumi duhet merrte. Me verifikuar cilat kanë qenë traumat fizike që ka pasur, patjetër. Patjetër që duhet u bënin një vizitë. Dhe për të gjitha këto vepra penale, si është ky marshi i dënimit? Tani, një sekundë, se s'kam mbaruar akoma, se ka edhe disa, dhe një 2-3 vepra tjera. Kemi shtrëngimin me anë të kanosjes ose dhunës për dhënje pasurie, në rastin e personave që kanë filmuar. Kemi të vepra të kryera në bashkëpunim, sepse janë 3 vajza. Kemi korrupsion aktiv të një personi që ushtron një funksion publik, në qoftë se verifikohet. Normalisht këto mbetën në pragun e verifikimit dhe hetimit të prokurorisë. Përflitet që në telefonin e vajzave është gjetur mesazhe të komunikuara me punonjësin e policisë. Me sa duket ato do përdoren për provë dhe më pas... është pak herët për të... Po ti mbledhin të gjitha bashkë, deri ku mund të shkojnë? Prandaj, po them, është pak herët për ta thënë, sepse varet cilën do verifikojnë apo jo. Sigurisht që pastaj dy vajza janë të mitura. Pjesa më e ulët dhe më e lartë, po ti përmbledhin të gjitha. Deri ku mund të shkojnë? Me vite thua? Po, me vite. Me vite mund të them deri në 3-4 vite ta shikojmë, ta verifikoj prokuroria, në qoftë se i mbledhin të gjitha veprat. 2 vajza janë të mitura pastaj, kështu që i ulët pak dënimi normalisht, sepse dënohen sipas kodit penal për të mitur. Njëra është 19 vjeçe dhe është në dënim me burg. Normalisht derisa të përfundojnë... Por, pritet të zbulohen edhe djemë që fshihen pas këtyre vajzave. Po, sepse mbase është një rreth më i gjerë se sa kaq, nuk janë vetëm 3 vajza. Pra, duhet një hetimi mirëfill dhe jemi ende herët se mund të shtohen ose mund të bien disa klasifikime të veprave penale. Cilat vepra penale do jenë të vlefshme, cilat vepra penale do aplikohen, pra cilat do bie poshtë. Normalisht që mbetet në verifikimin e prokurorisë. Unë të falenderoj që të kisha ditën e sotme në këtë studio, dëgjuam një dëshmi tronditse të dyja bashkë. Ne do ndjekim se çfarë ka thënë ditë më parë edhe nëna e vajzës 17 vjeçare, e shfaqë regjia në këto momente, bashkë takohemi në ditët në vijim, deri atëherë më takofshim. Një muaj që kam bërë një denoncim në policinë e Fierit. Po prisja që të zgjidhesh çdo gjë. Por nuk mu zgjodh për momentin. Ditë të merruar. Nuk di si të flas më tepër. Kam një muaj që nuk vë gjumë në sy. Erdhi atë ditë goca, kishte vajt, e çova në kurs sepse bëj një kurs për parukeri. E mora, e çova për kurs për parukeri. Si gjithmonë e prisja të vinte në shtëpi. Si gjithmonë. Prisja, mirë po, më erdhi një telefonat që goca ishte sëmurë në spitalin e Fierit. Mirë po, kishte vajtur goca dhe nuk kishte treguar gjë çfarë kishte ndodhur. Kishte bërë një surum dhe kishte thënë që nuk ndihem mirë, vetëm. Pasi më merr burrin telefon, po goca është sëmurë. E thash, hajtash se ndoshta ka kaluar diçka, thash, se gjithë moshatare sëmure mos se s'ndihemi mirë. He marr veten në Fier për të marrë gocën, sepse nuk doja që të priste autobusin e orës 4. Vete marr dhe kur e marr gocën, goca më vjen me vrap, e të merruar. E pash me surum në dorë. E tha, çfarë ke më të keqe mami? Se je vrar, kush të ka vrar? Më tha mua, asgjë, tha, thjesht, bëra një surum, tha,
Edhe nga jo që unë ndodhësha vetëm, tha, në spital, tha, u qorra, tha, po ti ke syrin të nxirë, moj bi, thash. Ti ke syrin të nxirë, ti ke mjekrën të nxirë, thash. Flokët e tu, i thash, se më duke kështu, i thash. Jo ma me asgjë, vi në shtëpi, bëj për të zbuluar, që të zbuluja diçka nga goca. Por, pasi e vura në siklet gocën, prap nuk më tregonte. Mirë po u hapën që i kishin hapur gjoja në këto rrjetet sociale. Pastaj më vonë më tregon goca, thot kështu, thot më dhunuan 3 goca. Se më i bi, thash, se unë të qoj për në kurs, thash, të prisja, thash, që të më vije në shtëpi, thash. Po ja moj mami kështu më ndodhi, thash mos ndoshta i ke gacmuar gocat, i thash. Jo, moj mamë, tha, se nuk kam asnjë gjë, tha, me gocat, tha. Thjesht më thanë, tha, hajde me mua, se kemi një surprizë. Thjesht shoqër atësisht, ishte takuar, më duket 1 herë, 2 herë, mos të gaboj me gocat. Mirë po, atë ditë i kishin dalë para. Pasi kishte dalë goca nga kursi, i kishin dalë para. Po pse moj goci, thashun, ç'ne kjo jo djakshu? Po ja moj ma, unë qa të bej. Aty u më zhit goca, ishte ora 6. Po, ditën e dhunimit në darkë, i thash, nëse thash, të ka ndodhur diçka, i thash. Mamin e ke prani, se po qante. Filluan të dridhurat gocës. Ngrihemi, shkojmë në policinë e Fierit. Bëjmë një denancim. Atë natë na koqidon oficer Bruna. Bëjmë denancimin, e quam dhe të shtëpia ku jetonin gocat, ku ishte bërë dhunimi, i qoj goca, policët, te shtëpia. E ikni thaj se do zgjidhet çdo gjë. Shefi policisë natë që koqidoi. Pritëm 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, pas 4 ditëve çuba u smur. Ku e shteti për mua, tha. Po qa kemi mami, thash, se do ta zgjidhim, i thash. Do ta zgjidhim, i thash. Jo, fare, nuk na dhan asnjë kontakt. Ne pyesnim, benim, vajta 2-3 herë në policia, pasi mora dhe videot në telefon, vajta për të treguar videot në telefon, nuk më pranonte njëri. Po, mi hollën, pasi dola nga Tirana me çupën. Mi hollën videot, i kisha në telefon, shkova në polici, a nuk e pandeva, sepse në nëncitimi që doja t'i ruaja ato video, ajo që doja që t'i ruaja në telefon, u shduke, kupton, thjesht sa i ruajta me shpejtësi që t'i kisha si prova. Kur tash vajzën time të dhunuar nuk më mbante vendi me, ndoshta dhe ato nena nuk din gjë. Dhe nuk dinin gjë, por çdo kush ta kthej thikën nga anë e tij. Çdo kush. Sepse unë ato fëmijë mezi kam rritur. E ushqej me pikat e qumshit. Ngrihet burri në orën 4 vete në punë. Edhe më dhunon mua vajzën, si do t'jetë fëmija, nëse unë fëmin e kam të sëmur, unë do vete do t'a kuroj. Kurse vajza ime nuk ngatrohet as me një njeri. Është gocë e thjesht, është gocë që shikon hallet e saj, shkon punën e saj, edhe kur e kisha tani se unë s'digje, si ka ndodhur ky dhunim tani. Ndoshta mund të ketë qenë edhe në impresion më përpara, sepse unë e kisha në shkollë, vitin e, par mos gaboj, vitin e 2. E që në shkollë i binte të fikt. E mora gocën, e shëro, e pash, e vizitova, do me them, më thanë doktorat s'ka asnjë lloj problemi. Tani, ku ta di unë se vajza mo nuk ka patur ndonjë presion, ndonjë gjë nga më përpara? Ku mund ta di unë e shkreta? Ku mund ta di kjo që ndodhi tani? Sante bukë, donte gjumë gjithë ditën, rinte fjetër, qante, frikë, erdhën, shikonte nga rruga, se mos vinte dikush. Shkova dhe dija në policinë e Fierit, i thash, kërkoj Brunën. Tek denoncimi që kam bërë, kërkoj Brunën. Më thanë mua, Bruna nuk është këto oficer Bruna. I thash, si nuk është, e panë që unë po bëja debate, doli pastaj më tha mua çfarë halli ke zonë.
Thash, po denancimi që kam bërë para 1 muajve. Çfarë u bë me gocat, i thash? Çfarë u bë me gocat, i thash? Dua ta di, thash, si një nen, i thash, çfarë u bë? Se edhe sikur fëmia im të ishte, të njëjtën gjë do kishin kërkuar dhe ato nena për fëmijën e tyre. Ndoshta unë po flas dhe si shumë, i thash. Por unë kërkoj të drejtën e fëmijës tim. Tiko unë vajzës nga jo, po them nuk dua që t'ja bëj. Të ditur, e kuptoj të gjendje, sepse nëse ajo merr vesh diçka, do kaloj stres. Për shembull, ajo të shofi nga rruga dhe të friksohet. Nuk dua, sepse do thotë që për mua kanë ardhur këta, do thotë ajo, se unë nuk duroj të nota dhe gjë, sepse kam 1 muaj që nuk fle gjumë, kam 1 muaj shtrihem në krevat, nuk më zë gjumi. Kur i shikoj ato video që i kam në telefon, them, goca ime po dhunohet kështu, them. Goca ime po ulëret, goca ime po kërkon ndihmë. O ma, qikosh video ti kam këtu në telefon. Kjo gocë, thash, po më kërkon mua ndihmë, se nuk jam pranë saj, thash. Çfarë bëri ky shteti, thash, vajta dije. Kërkova prap, i thash, kam videot këtu, i thash, më jepni kush e ka marrë çështjen time, i ke në prokurim, thash, kush është prokurori, thash, ta di dhe unë, i thash, çma sa merre për këto goca, se ndoshta nenat nuk di gjë, thash, çfarë u ka bërë kjo gocave të mia, por unë nuk po flej gjumë. E di, po unë nuk mund të fal. Sepse shpirti im e di se sa po e vuaj. Iki qaj qeras, nuk qaj në sy të vajzave. Kam 3 vajza, njërin e kam 5 vjeçe, njërin klase 7. Ajo klase 7 lanë edhe dhe qanë. Për të motrën, i thash dije, bia ime, thash, unë po iki, po gjej një rrugëzidhje. Ku po shkon, mami, me tha mua. Thash, unë po iki, po gjej një rrugëzidhje, i thash, të më dhem zemra, i thash, kur më kërkoni, i thash, kur më thërret vajza ime, sepse të njëjtë një do kishtë mberdhe ato nena, kur qupa ime më thërret, o ma, kap 2 veta për floku dhe shqit, po jo se të farmeri goca ime, ishte një kriminele, të vinde në punën e saj,